Rreth 20 njerëz vdeqën në vendin e punës gjatë vitit 2025, sipas të dhënave të Inspektoratit Qendror të Punës, teksa mbi 10 vdekje u regjistruan gjatë këtij viti. Çka po dështon që numri i vdekjeve është kaq i lartë në vendin e punës? Për sfidat dhe masat që duhet ndërmarrë për të parandaluar aksidentet me fatalitet në vendin e punës, do të flasim në këtë episod të podcastit 5 pyetje me Agim Millakun, ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë, i cili në të kaluarën ka udhëhequr edhe me Inspektoratin Qendror të Punës. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zotëri Millaku. Përshëndetje, mirë se vjen. Atëherë për të nisur me pyetjen e parë, e përmenda në fillim që 10 raste janë regjistruar këtë vit të vdekjeve në vendin e punës, rreth 20 kanë qenë në 2025 dhe shumica prej tyre janë në sektorin e ndërtimtarisë. Vlerësimin e juaj, çka po dështon? Ku është problemi që kaq shumë raste të vdekjeve po përsëriten? Po ju e cekët më herët që masat parandaluese mungojnë edhe të prej punëdhënësit, po edhe prej vetë punëtorë. Vitin e kaluar edhe këtë vit është te kalu ajo mesatarja e rasteve aksidentale në vendin e punës, në veçanti në ndërtimtari. Po edhe këto sektore tjerë nuk janë për të neglizhuese. Edhe këto atje mund me pas rreziqe të shtuara, sidomos në industrinë e përpunimit dronit, në industrinë energjetike, në minera sipërfaqësore e tjera, që nuk do të thotë që janë më pak të rrezikshme se sa sektori i ndërtimtarisë, po me që në sektorin e ndërtimtarisë ka marrë një havë të madh zhvillimi, ky zhvillim ka vazhduar me të stihik që prej më herë. Një kohë kemi dhënë kohë të konsolidohen si biznese, për mos i ngarku edhe me gjoba me diçka tjetër, sepse ashtu kështu ata nuk ishin kapital të duhur për të ndjekur punët në mënyrën më të mirë. Po ndoshta ka qenë edhe kjo ka gabim, sepse tolerimi është te gjatë. Masat parandaluese për punëdhënësin janë gjithmonë një parakusht me vendet e punës të rrezikshme, me i bën më pak të rrezikshme. Me i zavendësu kushtet e rrezikshme me kushte jo të rrezikshme ose më pak të rrezikshme. Çka ndodh këtu? Këta e bojnë para se me fillu punimet, para se me marrë lejen e ndërtimit, duhet ta dorëzojnë një plan të sigurisë në punë. Në plan të sigurisë punë duhet i parashohin që nga fillimi i punimeve deri në fund, si ka më zhvillu çështja e sigurisë në punë. Por gjithmonë të këta punëdhënës ka mungu një plan i ekzekutimit të pozicioneve të caktuara, praktike, si do të zhvillohet ai plan dinamik që e ka prapo punëdhënësi për fillimin dhe përfundimin e punimeve. Me atë plan të ekzekutimit duhet të udhëheq një menaxher ose në rastet më të rralla vetë punëdhënësi, i cili pozicion për pozicion do të përcaktoj mënyrën e veprimit, kushtet e veprimit, si dhe do t'i udhëzoj punëtorët në mënyrë të rregullt si duhet vepruar. Por për te udhëzimeve që duhet ju përmbahet punëdhënësi në këtë rast, për sigurinë e punëtorëve të tij në vend punës, cila është përgjegjësia e inspektorëve në këtë rast, sepse ta zëm në rastin e fundit ishte një arsyetim që nuk janë kryer inspektimet sepse objekti ka qenë në fillet e realizimit dhe realisht që në fillim në momentin e ngritjes së vinçit ndodhi edhe aksidenti me fatalitet. A duhet janë inspektorët që në ditën e parë kur nisin Unë kam përshtypjen që se para se të fillojnë punëdhënësit me punën në teren, duhet ta informojnë Inspektoratin e punës që po nisin punimet. Po i nisin punimet dhe lokacionin ku është. Edhe inspektorët duhet përgatisin masanërisht një plan të vetin të veprimit në rastin konkret. Por që këto zakonisht nuk i lajmërojnë në Inspektoratin e punës, nuk i kanë lajmëruar më herët, tash nuk jam ngjarje që në vitet sapo. Po.
ma herët nuk i kanë lajmëruar që po fillon punimin ju. Do thot vetë pasi që inspektoriati ka pa që diku ka një vend punishte, ka nis inspektim. Nëse e ka pa që ka fillu, ose kanë bërë një plan të vetin të veprimit në zonat caktume, atëherë është vepru sipas atij planit në inspektoratin e punës. Por ku ndodhet tash problemi këtu? Që inspektori i punës, me momentin që shkon në selinë e subjektit, gjithsesi në vend punisht aty ku kryet punë, përveç prezantimit që duhet ta bëjë vetin kush është edhe të legjitimohet, ai e ka edhe për detyrë të tregojë edhe qëllimin pse është aty. Se nuk mjafton veç prezantohet, por do ta tregojë edhe qëllimin. A ka shku tash në inspektim me paralajmërim apo pa paralajmërim, është çështje e vlerësimit të vetë inspektoratit. Nuk paralajmërohen aty kur konsiderohet që ka shkelje të mëdha dhe don me nxon punonësin në befasi. Paralajmërohet atëherë kur bëhet një inspektim i rregullt, i planifikuar për inspektoratit punës, dhe i thot punonësit përgatitur që në të kohë në vend punishtën tuaj do të jemi prezent për inspektim. Kur shkon atje, targeti i parë i inspektoratit punës duhet jetë përveç punonësit edhe punëtori i sigurisë punë edhe përfaqësuesi i sindikal, përfaqësuesi i aty në punëtorëve për sigurinë dhe shëndetin e punë. Sepse këto tre palë e prezantojnë mas miri gjendjen. Nuk ka nevojë inspektori të ndalet në kërkesën e kontratave ose të merr leje njoftimit, por e bën një intervju të shkurt me ata punëtorë që i gjon aty. Edhe do i pyes ata për detyrat e përgjegjësisë që i kanë. Merren për bazë, do thotë, faktet në teren, jo parimisht dokumentet dhe letrat. Po dokumentet mund të jenë në rregull, po punëtori nuk i din fare. Qëllimi jon si inspektorat është që punëtori të jetë i informuar, i trajnuar edhe i disiplinuar në kryerjen e pozicioneve të punës në mënyrë të rregullt. A janë të shpeshta rastet, zotëri Millaku, që as vetë punëtorët nuk e din cilat duhet jenë masat për ta mbrojtur veten në punë dhe si është të jesh punëtor i sigurt në vendin e punës. Kush duhet t'ua tregoj atyre nëse ata si din? Këtu është problematika kryesore që punëtorët nuk janë të informuar fare për rreziqet që ju kanë ose aty. Ose i neglizhojnë ato duke thonë që mund të ndodhë sepse unë kam aftësi fizike, psiqike, jam i ri, jam i shëndetshëm. Dhe mund të vepron me neglizhencë të shtuar për rrezikun që i kanë ose. Pa e kuptuar që ai po i nënshtrohet rrezikut. Çfarë përgjegjësie kanë institucionet dhe veçanërisht në rast inspektorati i punës për me parandalu këtë raste, por edhe sa i përket ndëshkimit të shkeljeve kur hasen ato në teren? Po qëllimi kryesor edhe parësor i inspektoratit punës është preventiva. Ju bashkangjit punonësit edhe punëtorëve në preventivë para se të ndodhin problemet. Pra janë masat më shumë këshilluese, më shumë gjetja e aty në të metave që i ka në vend punishte punonësi, për t'i evituar edhe për t'i evituar një për një, për t'i evituar pastaj me zëvendësu me mjetet edhe me pozicionet caktuara të sigurta. Kështu që kemi na inspektor, ka inspektor mjaft përgatitur. Por nuk mund me marrë shprehje për shkak të numrit të madh të vend punishteve. Vend punishteve në raport me numrin e inspektorëve. Nuk kanë kohë të merren shumë me shillonje, me këto se më në fund janë 25 vite që ekziston inspektorati i punës, nuk ka kuptim më gjithmonë me këshilla. Po edhe masa ndëshkuese do të jetë proporcionale me shkeljet që i gjon. Çfarë masa ndoshta sipas jush duhet shqiptohen në raste të tilla kur përsëriten vdekjet në vendin e punës, ta zëm një objekt që është në ndërtim e sipër, kalon herën e parë, vretjen e dytë dhe nuk merr asnjë masë për ta siguruar punëtorin? Po masat për recidivistët janë më të ashpra, sigurt, edhe bëhet edhe kallëzimi penal nëse veç
se zhvillohet një procedurë penale pastaj nëse ka ndodhur aksidenti me fatalitet ose me lëndim, sepse është vepër penale. Bëhet edhe procedura civile për zhdamtimin e palës për domin që ju ka shkaktuar. Por si e parë është gjoba Po si e parë për evitimin, gjithsesi për evidentimin e shkeljeve është inspektorati i punës. Ai evidenton shkeljet një për një dhe për ato harton një raport zyrtar që prej atij raporti pastaj nxjerr vendimin e duhur në kohën e duhur. Për palët po marrën për palët e ndërtuara, ky raport zyrtar i inspektorit punës do hynë në punë shumë në procesin e matutishëm gjyqësor. Qartë. Në këtë situatë që thatë edhe ju që ka pamjaftueshëm inspektor për kaq numër të madh të vendpunishteve në Kosovë, Ministria e Punës këtë javë ka marrë një vendim që inspektimet në vendpunishte nga 1 shtatori i këtij viti të kryhen me sistem digjital dhe me dron. Si e vlerësoni, sa mund të jetë efikas një formë e tillë inspektimit? Me që to për herë të parë po implementohet, nuk jam pjesë aty, nuk kam njëri caktuar për këtë pjesë, po besoj që A e zëvendëson dhe është më mirë vëzhgimi me dron i një vendi pune në vend të vëzhgimit fizik nga inspektori? Vëzhgimi me dron bëhet në kryerjen e punëve subjektit caktuar. Po marrëm incizohet një subjekt i cili nuk e ka selin aty. Kryen punë prej Prishtinën në Pej. Edhe ai me dronë incizon në Pej gjendjen çfarë e ka subjekti dhe çush është atje tu i vepru. Atje shkojnë inspektorët edhe shohin gjendje pastaj se marrin informacionin e duhur, shkojnë në Pej, e kontrollojnë e pastaj vinë në Prishtinë edhe i kallëzojnë këtij që kjo pjesë e subjektit tonë e ka këtë gjendje, nuk është gjendje të mirë, ashtu. Edhe i shmang subjektivitetin e inspektorit punës në rastet caktuara. Sepse është filmim, është një ingjizim që e definon që gjendja nuk është ashtu gjyshe ka përshkruar. Pastaj shpejtësia e marrjes së qëndrimit për inspektim është më e madhe. Përzgjedhja e subjekteve në këtë rast është më e saktë. A është efikase në secilën lëmi të punës apo jo? Për lëmit tjera, po për punimet në rrugë po marrëm, për punimet ndërtimore, për minira sipërfaqësore, thërmimi zhavor, kunxjerrjen e tjera. Gjitha punët që kryhen në ambient hapur, kjo është shumë efikase, shumë e mirë. Sepse në çdo kohë e ka parasysh inspektori i punës, që është qendra e inspektimit, gjendjet që e ka në teren. Edhe do të merr masat adekuate që të përmirësohet ajo gjendje që të kanalizohet në rrugën e zbatimit të ligjit. Po. Ndërkaq në të kaluarën, por me gjas vazhdon edhe më tutje të ketë dyshime që ka inspektor të caktuar që nuk e raportojnë saktësisht dhe drejt gjendjen që e inspektojnë në teren. Si e vlerësoni këtë dhe pse ndoshta ekziston një fenomen e tillë? Sepse edhe në sindikatën e punëtorëve, edhe në media ka pas raste kur është raportuar që inspektorët nuk kanë qenë korrekt me punën e tyre. Po, edhe inspektori është qenë njerëzore, është subjektive, që shpesh mundohet që edhe tjetë edhe ndikuar. Po mundohet që edhe vetë i mbyll në një farë me sytë para realitetit. Arsyet mund me qenë më të ndryshme. Por unë kam bindjen e plot që numri më i madh i inspektorëve janë korrekt. Numri më i madh sipas jush janë korrekt. Edhe e kryjnë punën. A ka gjas për ndoshta ose rrezik për veprime korruptive në këtë rast? Të joshen financiarisht ose në ndonjë formë tjetër të përfitimit për të mos raportu shkeljet në vend punishte? Nuk përjashtohen të raste, nuk mund të them me siguri. S'ka me siguri, për arsye se unë sa kam qenë, aty nuk kemi pas ndonjë denoncim
të drejtë për ndër një inspektor, që ka po diçka. Po nuk përshtot mundësia që janë majtë msheft. Po, dhe në këtë drejtim, a do duhet kishte ndoshta një trajtim më ndryshe të inspektorëve, ta zëm të shikohet edhe aspekti i pagës, i financimit, që atyre të përjashtohen gjitha opsionet që ta mendojnë të mos raportojnë drejt ose siç e thatë ju të mbyllin syt para një gjendje. Po ka shi përgjithësive që ka inspektori i punës edhe detyrave me shumë peshë, pagat e tyre gjithmonë kanë qenë të ulta. Asnjëherë inspektori i punës deri me sot nuk është trajtuar në nivelin që meriton për të trajtuar. Po kjo nuk do të thotë që sepse punën me atë pagë ka pranuar vullnetarisht, kjo nuk do të thotë që i lejohet me bë diçka pse ka pagën e ulët ose ka pagën e lartë. Paga është ajo që është, secili është përcaktuar dhe ka marrë për obligim detyrat dhe përgjegjësitë brenda atyre konditave që i ka pas në konkurs. Prandaj nuk ka kurrë arsyetimi niveli i pagës ose stimulimit për të korruptuar ose jo. Ai do të jetë përgjegjës gjithë jetën. Por përzgjedhja e inspektorëve duhet të jetë vërtet njerëz me kredibilitet, njerëz që nuk kanë pas probleme me ligjin në të kaluarën, njerëz që kanë moral, kanë etik, kështu që përzgjedhja e tyre vetë tillë vjen deri te puna e ndeshme dhe suksesshme. Dhe për fund, zotri Millaku, nëse do duhet veçani ta zëm 3 masa urgjente që do duhet merreshin për të shpëtuar më shumë jetë të punëtorëve, cila do të duhet ishin ato dhe kush mendoni që ka përgjegjësinë për t'i ndërmarrë? Masat që duhet të ndërmirën në këtë rast janë gjithsesi marrëveshjet edhe ekzekutimi i politikave në mes të punëdhënësit, punëmarrësve dhe qeverisë. Ky trekanç duhet të funksionojë. Po s'funksionoi ky trekanç, gjë që ka vite që nuk është ty funksionon mirë, secili po mundohet mirë individuale. Të institucionit, të punëdhënësit dhe punëtorët, ku është problemi kyç? Është tek mos vëmendja dhe mos angazhimi i dur i qeverisë, është tek mashtrimi i punëdhënësve që mund ta bëjnë se po i përmbahemi rregullave, standardeve, apo i punëtorit që në fund të ditës e vën në rend të parë, të shkojë të punojë, ta marrë një pagë për të mbajtur familjen dhe të mos mendoj për masat e sigurisë. Po këtu është mbjell me kohën e keqe. Sepse kur kishim numër të madh të kërkesave për punë, punëdhënësit e kanë keq përdorur, që nuk kanë qenë në nivel të detyrave si punëdhënës. Me kurrë e ka largu prej punës, pse e ka kundërshtuar ndoshta diçka krejt arsyeshme. Se e kam tjetër, unë shtym prit në radhë. S'po don ti e marr tjetër. Tash, po i hakmerët kjo çështje punëdhënësve, sepse kërkesa për punëtor është më e madhe se sa që ka punëtor. E tash punëtorët në mënyrë arrogante i refuzojnë me kry obligimet e veta në bazë të marrëveshjeve që i kanë. Sepse thot largo s'ke punëtor. Duhesh më bllokuar dhe ti e thon. Kjo gjendje kështu mund të kalohet me dialogimin social. Vetmja rrugë është kjo, përmes asaj më marr vesh definitivisht që punëdhënësit i plotësoj kushtet edhe kërkesat për siguri dhe shëndet në punë, ndërsa punëmarrësit të sillet konform rregullave, konform asaj që i ofrohet për të mbrojtur veten edhe të tjerë, por një herë edhe pasurinë e punëdhënësit. Kështu që e vetmja kjo formë është mundësi reale për të zvogëluar ose minimalizuar numrin e aksidenteve. Veç edhe një pyetje më kujtua kështu, a mendoni që ka mbri ta zëm shoqëria Kosova në atë pikë që një punëtor mund të lajmëroj një padrejtësi, një shkelje që është bërë në vendin e punës tek inspektoriati dhe kjo trajtohet drejtësisht, e jo atij ndoshta punëdhënësit i hakmerët qoftë me një vrejtje apo qoftë edhe me largim nga puna. Pse e ka lajmëruar? Kjo nuk ndodh
pse e ka lajmëru me u largu masanej prej punës. Po mos po i ndodh largimi, pastaj ankohet punëtori, se asnjëherë s'ka ndodhur para se me u ndëshku, me orë mu anku. Pse ende nuk ka një guxim të tillë mesin e punëtorëve të lajmërojnë para se të ndërheqen? Sepse punëtorët janë të paorganizuar. Këtu duhet veprojnë celulat sindikale. Në çdo 20 punëtorë ata duhet ta zgjedhin një person përfaqësues tyne, i cili ka me bisedu për problemet që i kanë me punëdhënësin drejt për drejt. Duhet të jenë të lirshëm të bisedojnë edhe me punëtorin e sigurisë së shëndetit në punë, për t'i kallëzu shmangjet që i ka gjatë punës, kuptimin e krijimit të vendeve të punës sigurta. Ato vërejtet duhet t'i shkojnë përmes atij punëtorit sigurisë, sepse ajo është urlidhëse mes inspektoratit edhe punëdhënësit. E pagun punëdhënësi, po ajo është urlidhëse, edhe inspektorati përshtaton inspektori, ato duhet ta atakojnë mas bashkë. Edhe të shoh çka ka ndërmarrë ai në një kohë caktuar për përmirësimin e gjendjes. Nëse e sheh që gjendja është krejt e keqe, punëtori i sigurisë ekziston aty, atëherë diçka nuk është ka funksionon, ose ajo është ka merr pagë një të rrajshme, ose punëdhënësi nuk e përfill vërejtet që i ka dhënë ai punëtori i sigurisë në punë. Kështu që dihet pastaj fajësia mbi kënd të bjen. Ku është problemi në këtë mes? Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, zotri Millaku. Faleminderit juve, uroj që të zboglohet maksimum numri i aksidenteve në vend. Faleminderit. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky epizodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje. Ju faleminderit për vëmendjen.